Po kur del Musa del me ta edhe po I lutën Allahu xhaleshon për me lëshu shi. Sa ma shumë ju lushin Allahut për me lëshu shi, aq më shumë Allah e shteke vapën në nxehtësi. Ta lypshin shi Allah I lëshu I nxehtë. Pi thot Allahu xhaleshon për njofton Musa thot o Mus, nuk do t'ju lëshoj shi derisa të largohet prej mesit juve. Një njeri I cili që 40 vjet është të mbu gjinohë. Subhanallah, po ndodh ka që për shkak dikujna mu dënua dhe tjertë, po ndodh ka që për shkak dikujna që mu ndërprej qoftë nafaka, qoftë mu ndërprej të mira, qoftë mu ndërprej rahatlëku qetësia në familje, ose një vend, një shoqëri, për shkak dikujna që është shumë I keq në raport me Zotin. Për çfarë thotë Allah nuk do të lëshoj shi o Mus përderisa mos del një njeri në mesin e juve I cili po bën që 40 vjet gjinohe. Pa dalë ai s'ka shi. E o Zot çka më bë? Thot Allah Musa, thot o Mus, thirrën popull, tregoju që është një gjunaqar I madh, le të del prej mesit juve për më na lëshu Zoti. Edhe piu drejtohet Musa njerëzve. E ai gjunaqari, ai që kish nizën mazveshi, për të mos po del dikush tjetër. Shërkën djatë, s'po livrit kërkush të majtë, kërkush para, kërkush s'po livrit, do thot fjala këka, unë kokë na çaj gjunaqarin. Po çush me dal more, çush me dal tash para njerëzve me shku fytyra. E ran, ha? Pilutet Allah xhaleshon. Që nëse I mshesh me Zot. Që sa është I dashur. Pilutet në vete thot o Zot. Pedi që për mua është fjala. O Zot, nëse më fal, nëse nuk më poshtron këto momente, po ta jap besën që kur më gjunohem me vetdije s'kam të bëj. Nuk kalon pak kohë, veç ersohet havaja, rreth e shiut, edhe fillon me ra shi I madh. Por çon Allah I bereqet. Tash Musës diçka s'pi lidhet, po to Zot më tha që më dal dikush për me lëshu shi, nuk dul kërkush, ka po ndodh. Pi thot Allah xhaleshon Musës, thot o Mus, ja vlshova shiun për hatër që ati që më herët për shkak tina ja u kum ndalu. E tash për shkak gëzimit që ai u kthy në rrugën tëm, që ai u pendu, për çat gëzim thot që u gëzova, thot unë ja vlshova shiun. Pi thot Musa o Zot, kallzon me kush është ai njeri, ta di kush është ai, të gëzona edhe të kënaqna unë me to. Pi thot Allah xhaleshon Musës, thot o Mus, që 40 vjet më ka bëu gjinohe, nuk ja kum shplu fytyrën. Në momentin që mu kthy në rrugë tëm me kallzum kush është aja, inshallah Allah na bën nasib që mu pendu pe gjinoave tona, cilat s'ka njeri pa gjinohe, se cilë e dim veten tonë, që ato mos me kanë sebeb që Zoti më na ndalu të mira të shumta gjatë jetës tonë. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.